Nga data 5 janar ka nisur për pensionistët dhe disa kategori të tjera dhënia kompensimin të ardhurave. Bazuar në vendimin e qeverisë të datës 30 vjetor të vitit të kaluar, nisur nga fakti që ka pasur jo pak paqartësi, drejtoresha e asigurimeve shoqërore Shkodër Violeta Stakaj sqaroi. Përfitojnë kompensim deri në 1.800 lekë. Është shumë e rëndësishme termi përpara, deri në 1.800 lekë, të gjitha ato pensione që janë më të vogla se 40.000 lekë. Dhe të 40.000 lekëshi përjashtohen kompensimet e energjisë elektrike që janë dhënë me vendime të ndryshme dhe gjithashtu të ardhurna vlerësohen për ata persona cilët marrin edhe suplementar, po them, qoftë minatori, qoftë ushtaraku, të totalit të ardhurave 40.000 lekë përfshihen të dy kategoritë e përfitimeve që merr gjithë secili. Pra, deri në 1.800 lekë, nën 40.000 lekë totalit të ardhurave. Kategoria tjetër është pensionet e pjesshme të pleqërisë. Pensionet pjesshme të pleqërisë në këtë term për të marrë këtë kompensim të ardhurash, konsiderohen të gjitha ato pensione, të cilat në momentin e caktimit tyre nuk e kanë pas vjetërsinë e duhur sipas ligjit për ta përfituar të plot. Pra, deri në vitin 2014 nuk kanë pas 35 vite, po kanë pas më pak se 35 vite, duke filluar nga viti 2015 e mrapa, nuk kanë pas vjetërsinë që kërkon neni 92 ligjit, që po them, në vitin 2015 ka kenë 35 vite e 4 muaj. Në vitin 2016 ka kenë shkon duke u shtuar nga 4 muaj. Pra, gjithë ata personat të cilët nuk e kanë pas këtë vjetërsi të domosdoshme, do të konsiderohen pensionet pjesshme, do të marrin shtesë për ato përfitime që janë në 22.000 lekë dhe masa e kompensimit do të jetë deri në 800 lekë. Ndërsa duke folur për invalidët dhe shtresat të tjera, Stakaj saktoi. Përfitojnë të gjitha pensionet e invaliditetit që janë nën 30.000 lekë dhe masa e kompensimit do të jetë deri në 800 lekë. Deri në 600 lekë, më fal. Përfitojnë pensionet e ish kooperativave ose pensionet rurale me vlerë deri në vlerën 18.000 lekë, pra pensionet poshtë kësaj vlere dhe vlera e kompensimit do të jetë deri në 1.000 lekë. Dhe janë pensionet familjare me masë nën 18.000 lekë dhe vlera e kompensimit do të jetë deri në 700 lekë. Përfitojnë edhe pensionet sociale dhe janë futur kategoria e 22.000 lekësh që marrin deri në 800 lekë në muaj. Sa i përket ushtarakëve, procedurat e llogarisë është një llojit me të tjerët. Futen të secila kategori, se çdo ushtarak merr pension pleqërie, merr pension edhe suplementar. Nëse të dyja pensionet janë më të vogla se 40.000 lekë, do ta marrin. Nëse e kanë mbi 40.000 lekë, nuk e marrin. Drejtoresha adegës së Institutit të Sigurimeve Shoqërore Shkodër Violeta Stakaj tha se ka përfunduar llogaritja për secilin përfitues dhe kompensim, siç ka dhe nisur. Merret që këtë muaj në pagesën e pensionit, ndërkohë që shtoi se për çdo sqarim qytetarët janë të mirëpritur pranë këtij institucioni.